Nderuar vëllezër besimtar, Allahu subhanahu wa ta'ala I krijoi njerëz në këtë dynja në forma, në nivele dhe kategori të ndryshme. Prej tyre të varfër, të pasur, të sëmur dhe të shëndosh. Në pozitat e ulta dhe në pozitat e larta, të ditur dhe të paditur. Miftjaqësi të tjera që ndoshta nuk janë miftjaqë. Me një fjalë të dashur vëllezër, Allah subhanahu wa ta'ala e krijoi jetën asaj që njerëz me pas nevojë për njëri tjetrin. Mënyrë që me funksionu jeta më mirë, por edhe për mu testu njerëz në ditë vështira, ata që s'kan, por edhe ata që nuk kanë. Ata ndoshta që sot janë të varfër, nesër munden me qenë të pasur. Ata që sot janë në pozit, ndoshta nesër nuk do të jenë në pozit. Ata që sot janë të shëndosh, ndoshta nesër janë të sëmur. Ata që sot jemi të gjallë, nesër pa fije dyshimi, jom shumë largë, do të jemi prej të vdekurve. Andaj dashur vëllezër besimtari duhet jetë shqyqel, I vetëdijshëm se kjo dynja për asnjëri njeri nuk qëndron çdo herë një nivel dhe njësoj. Ajo ndryshon, ajo njerëz I sprovon, ndoshta dhe I shqetën në pa ata të cilët nuk e harrojnë të mirën që dikush ua ka punu, I qetën në pa ata të cilët ndoshta dhe nga mendje madhësia atyre I harrojnë të mira që dikush ua ka bë. Dashur vëllezër besimtar, njeriu duhet punoj dhe duhet veproj dhe duhet kontriboj me veprat e tij për ditë të vështira të dashur vëllezër besimtar. Hel jazaa'ul ihsan illa al ihsan. Allahu po thot, a ka shpërblim për vepra të mira, vetëm se e mira, nuk ka mundësi ai person që punon vepra të mira, dhe ai person që bën mirë, vetëm se ka me gjetë mirë, zaten qatë medhsh ki me kur. Allah në të talet po thot, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, dhe le të shiqoj se cili për jush se çka po punon për nesër, se çka po përgatit për nesër, se me çka delti për Allahu subhanahu wa ta'ala, se cilat janë veprat tua që në ditë të vështirë, në atë rësirë të madhe jomel qiyame, shpreson me të shpëtu dhe shpreson me të shpërbly madhe Allah subhanahu wa ta'ala. Është shpit profeti alayhi salatu wa salam nga shokët I dashur vëllezër besimtar, se cilat janë veprat më të dashura të Allahu subhanahu wa ta'ala. Në disa raste cilat janë njerëz më të mirë dhe më të dashur të Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj ka thonë të dashur vëllezër besimtar, anfa'u an-nasi aw habbu an-nasi illa Allah. Në transmetime tjetër, njerëz më të mirë, në disa transmetime njerëz më të dashur të Zoti, anfa'uhum lin-nas, janë ata që janë të mirë, që janë të dobishëm për njerëzit. Pra ti je I dashur të njerëz, je I mirë të njerëz, po edhe të Zoti, aq sa je I dobishëm për njerëz. Asa je I dobishëm për vendin tonë, për familjen tonë, për shoqërinë tonë, aq më shumë bën mirë, aq më shumë vitesh të Allahu subhanahu wa ta'ala, aq më shumë ta shohin hajrin populli, aq më me vlerë je I nderuar I njeri. Anfa'u nasi anfa'uhum lin-nas. Më I miri për njerëzve është ai që është I mirë për njerëzit ose për njerëzit. Pastaj u pyet profeti alayhi salatu wa salam, an ahabbil a'mali illa Allah, cilat janë veprat më të dashura të Allahu subhanahu wa ta'ala. Po I ceki dashur vëllezër besimtar të vepra që I ka përmbledh profeti alayhi salatu wa salam në këtë hadith,
sepse jemi në një kohë të dimrit dhe shumë familje këtu në mesin ton ku po jetojmë, shumë familje dashur vëllezër me vështirësi kalojnë këto ditë, me vështirësi ata e çelin sabahun sepse ndoshta nuk i kanë mundësitë e shumë për i tyre edhe nuk i kanë mundësit as me bledru, as me pagu rrymen edhe ashtu rrymat të dashur vëllezër besimtar, po shumë se është bëhe pa përballueshme edhe për shumë familje mesatare që janë, sepse faturat janë teje të larta, në veçantinë në këtë muaj që jemi tash, e s'po flasim për ato familje dashur vëllezër besimtar që ndoshta jetojnë me social e që i kanë ka 4-5 fëmijë në shtëpitë e tyre burra nuk kanë sepse ju ka vdekur burri, i ka vdekur baba dhe i ka lënë dorën e muslimanëve. Allahu riskun e aqon, por neve na teston. Ande dashur vëllezër besimtar, plum ata besimtar, edhe mergjimtar, edhe venali, edhe tregtar, edhe njerëz të thjeshtë që dojnë xhenetin, që dojnë veprat e mira, që dojnë më ngritë Allahu subhanahu wa ta'ala në këto ditë të ftohta, shkojnë dhe i tërkasin këto familje. Ne të dashur vëllezër besimtar, shpeshherë po na thirrin në familje, po thonë nuk kemi harç, jo larg, ndoshta para 2 ditë një familje me kushte të vështira të tilla ka shumë, por disa bojë sabër dhe përjetojnë ndoshta momente të vështira, por nuk të kallëzon nga se i vjen vështirë dhe thrasin a keni diçka, çka do të keni sepse jemi në gjendje të vështirë. Ndëgjoni çfarë thot profeti alayhi salatu wassalam. Ndëgjoni këto vepra të dashur vëllezër besimtar, ai i cili punon sot ndoshta ja lehtëson një familje gjendjen, ai ja ka lehtësuar vetes së tij gjendjen ditën e gjykimit. Thot profeti alayhi salatu wassalam kur u pyet, cili ata në habbul a'mali illa Allah, veprat më dashura të Allahu, fa amalun aw sururun yudkhiluhu ala qalbi muslimin, vepra e parë me e gëzuar një zemër të një besimtari. Me gëzu një non, me gëzu një jetim, me gëzu një fukara, por jo vetëm, me gëzu një besimtar, mundet me qenë agja yt, mundet me qenë daja yt, mundet me qenë baba yt, mundet me qenë nana jote, mundet me qenë kujshi yt, mundet me qenë fshi yt, mundet me qenë shoki yti, mundet me qenë miki yti, ndoshta nuk e ki fare prej rrethit dhe familjes, por nëse e gëzon në forma të ndryshme, dikon e gëzon me sjellje të mirë, dikon e gëzon me nuk ka nevojë për parë, por ka nevojë për vizitë, dikon e gëzon fjala e mirë, përshëndetje e mirë, respekti, e ndikon padyshim e gëzon nëse janë ndihmon me pagurymen, nëse ja blen drut, nëse i çon harç, nëse i blen rroba fëmijëve jetim dashur vëllezër. Disa familje këtu në rrethin ton jetojnë e ka 4-5 jetim në shtëpi, ka kanë me vesh ata fëmijët e tyre. I lumi ai njeri që Allahu azza wa jall e bën sebeb dhe bën shkaktar që me i gëzu ato familje që tash kanë nevojë. Dy të dashur vëllezër besimtar, au yakshifu anhu kurbe, vepra dytë të mjale të suni breng një prej atyre që ka brenga dhe halle. Në një hadith ka thonë profeti alayhi salatu wassalam, ai që ja lehtëson vllaut të tij në këtë botë një telashe, Allahu ja lehtëson atij një telashe dynjas dhe të ahiretit. Telashe. Ka probleme ekonomike, ka probleme sociale, ka probleme shëndetësore, është i mërzitur, nuk i flet, e kanë leqit, e kështu me radhë, format të ndryshme me rëndësi. Ajo është duke vuajt prej ndonjë telashe, nëse Allahu ta mundëson një azir të problem, ti ke bën një vepër të madhe. Tre dashur vëllezër besimtar, au yaqdi anhu daynan, ose mja pagu dikojnë një borç. Sa njerëz sot janë zhytur në përborxhe të mëdha. Andaj gjithë kjo sëmundje, këto solme në zemër, në tru, këto ngarkesa, këtë depresion i madh, kjo mërzi e madhe që është në mesin e njerëzve, nuk vjen prej luksi. Por njerëz janë zot të dashur vëllezër besimtar.
njerëzit kanë hyrë në obligime, njerëzit kanë hyrë në borxhe. Disa prej tyre ndoshta s'kan pas arsye, e shumë prej tyre me arsye. Për shtëpi, për martesë, për shkollim të fëmijëve. Dikush ndoshta është mundu me qenë ndonjë biznes, me një jetë të mirë, ndoshta me përparu, por është fut në është fut në obligime dhe në borxhe. E prej veprave më të mira, po thot profeti alayhi salatu wasalam, është dikuj në borxhin me mujtë me ja pagu, me ja lehtësu, me ja zvoglu, me ja lehtësu, me ja fatizu nëse ka mundësi e kështu me radhë. Është prej veprave më të dashur vëllezër besimtar. Andaj mos e anashkaloni. E kom parasysh se është një farë shprehje jo e mirë që disa prej borxhlive pastaj nuk po tregohen burrat mirë, nuk po tregohen burrat mirë dhe nuk sillen mirë ose nuk i përgjigjen fare atij që i ka borxh. E kjo nuk është në rregull, por po flasim në kushte normale dhe me ata njerëz të cilët vërtet s'kan mundësi me pagu ose kërkojnë lehtësim, ose dhe hiç nuk ka thonë, po ti e din, ja din gjendjen që she ka, ja din kushtet që she ka. Andaj nëse ke mundësi për i veprave të mëdha të dashur Allah azza wa jalla është mja pagu borxhin, pastaj subhanallah, au tatrud anhu ju'an, ose mja largu dikuj me urin. Një familje që nuk ka ushqim, nuk i ka kushtet, e të tilla ka të dashur vëllezër besimtar. Po e shehen edhe në për media, në për emisione të ndryshme, në mesin ton. Ka familje që jetojnë me ndihma. Ka familje që kanë të sëmundë 2-3 me sëmundje të rënda brenda në shtëpi. E ata cilët i kanë mundësit, e ata cilët i kanë